edhe më prejkë vazhdimisht paragjykimi për UÇK-n edhe luftën e Kosovës. Fakti asaj se që ka flitet për UÇK-n, sidomos prej Hagës tash e këndej, është e tmerrshme, është shumë e dhimbshme, sidomos për ata që e kanë kaluar luftë, për ata që e kanë pas atë uniformë të veshur, që kanë familjar, që kanë rënë herojnë për lirinë e Kosovës, ajo se që ka thuhet qoftë edhe në disa raporte ndërkombëtare, po qoftë edhe mes njerëzish, e që fatkeqësisht kam dëgjuar t'i bashkohen atyre raporteve edhe shqiptar brenda Kosovës, është shumë e dhimbshme, edhe unë do doja që një herë për gjithmonë ta kemi vetdijen e plotë që UÇK-ja dhe lufta e saj ka qenë e pastër, duhet të besojmë patjetër që ka qenë e pastër, sepse gjithçka është bërë për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi, edhe nuk na ka hije, sidomos neve në Kosovë, që ti bashkohemi atyre narrativave që janë kundër Kosovës, edhe atyre raporteve në të cilat unë besoj fuqishëm që nuk ka asgjë të vërtetë. Ky sa herë që unë jam përballë qoftë në konferenca ndryshme ndërkombëtare, qoftë me takime ndërkombëtare, ky paragjykim për luftën tonë, për njerëzit e saj, për ushtarët e UÇK-s, ka qenë dhimbja më e madhe dhe një herë për gjithmonë është koha që t'i themi jo, t'i ndalim këto paragjykime edhe të jemi krah luftës së lavdishme që është zhvilluar tek ne. Pajtohem definitivisht shumë, sepse edhe mua më prek shumë kjo temë. Gjithsesi, jemi në minutat e fundit, pyetjet, Astrid, pyetja jote? A ke ndryshuar ndonjëherë sjellje për të përshtatur me përshmëritë të tjerëve? Unë mendoj që gabimi më i madh i njerëzve është me bë diçka pse të tjerët mendojnë ashtu. Edhe vlen ai parimi se vetëm delet shkojnë tub. Nëse te keni personalitet që keni ndërtuar gjatë jetës tonë, nëse keni bindje, nëse keni vizion dhe keni ide, ti duhet me mbrojt me çdo formë në atë aspektin normal të argumentimit, edhe me shku tutje pavarësisht se sa është numri atyre që nuk pajtohen ose mendojnë si ti. Në jetën time nuk kam ndryshu për shkak se ata tjerë kanë menduar ashtu, sepse mundu me argumentu ato persone kanë menduar dhe nëse unë kisha me qenë gabim, nuk ndryshoj, po kërkoj falje dhe ndryshoj për veten time dhe jo për shkak se ata mendojnë ashtu. Po ka ndodhur që ndoshta në situata të caktuara kom pa se pavarësisht sado që unë argumentoj, sado që unë e demonstroj ose e shpjegoj ato se si është, nëse kom pa që nuk po kuptojnë dhe nuk po dojnë me kuptu, nuk ka që unë kom ndryshu, po vetëm i kom leju në ato që ata janë dhe kom hek dorë më distancu për tyna, po nuk përfshihem asnjëherë për shkak ndikimit të numrit apo turmës, po unë gjithmonë ndryshoj vetëm për shkak të argumentit, arsyes edhe faktit që unë e shoh vet. Për ndryshe, ja sugjeroj gjithë secilit që me mendu ashtu siç ai është ndërtu dhe ashtu siç ai ëndron dhe jo për shkak se të tjerët dojnë me pa dikush tjetër, sepse nuk je vetvetja dhe kur njët nuk kemi qenë i suksesshëm, nëse bëhesh dikush që të tjerë dojnë me të pa dhe jo dikush që ti do me qenë. Zoti Skënder, i fundit si përballon ti, thot kështu si përballon ti komentet ose etiketimet e gabuara. Po unë mënuna me i kontrollu edhe më përbajt edhe fillimisht këshyri kush ka bo etiketim, kush ka bo koment. Këto i kam përbazë, në shumicën e rasteve i thëmë me ata që ballafaqona me ditë që si e të ditë, që e të thonë mu po më vjen keq prej teje, po me bo me ditë tonë që ti të më shkaktu probleme mu e qëllimisht, po më vjen i note që po mirë na unë me ty. Se kjo i vjen që varësisht kush komenton për ty, kush bën i vlerësim, tash kur njerëzit vlerësojnë që kanë kredibilitet diçka, atëherë ti dush më marrë me vetveten, po kur një njeri s'ka kur farë kredibiliteti, është me hub ku më marrë me ta. Thjesht hub ti ko. Në përgjithësi na mund të jemi këto 6 persona, 4 ose 5 jemi njerëzit që jemi të prekun prej luftës, që kem dalë, unë e kam një vllatë vranë në luftë, po nuk mirë, unë punoj në Graçanic, 100 punëtorë, 3 jena shqiptarë. Domethënë 97 janë serb. Si dhe është puna jo. Na jem që të përmi ju shërby që aty në shqiptarëve që vinë. A mund me të etiketu dikush? Ka shumë ambasadore që të tojnë. Halon nuk e mund me kuptu njerëzit që në komunën e Graçanicës është komunë e Republikës Kosovës, edhe banë me punu një shqiptarë. A din kur të besan? Kur jetë në halë vetë dhe vjen ja kry një punë shumë mirë që kjena na. Po kush ja kryu në të shfelen, se mos e kryshtat vija tikne, një mandat 4 vjeqar me nën kryetar. Tash apet përsëri kemi nën kryetarin për 4 vjet tjetër. Çfarë paragjykimi kemi pas pse kena të drejtë ligjore? Na kanë qujtë gjithçka ato mediat që kanë nevojë për klikime. Paragjykimin më të madh janë të bëjnë mediat për klikime. Ta qëtë atje një titull, boni ky me këta,
ti së një kontrolon, unë mora një goditje shumë të madhe dhe njoni prej meqve tha, nuk është goditje kjo për ty, kjo është reklam për kretë shqiptar. Edhe beso që u qëtësova se kaloj. Na kena marak në përgjësi me i thëmbu, në mënyrë individuale afrumi tani. A mund në ma krype? A krype se na qëtu jena, për qëtë pun jena, për qëta thirëm. Kështu që në shumë i marë për bas kush ka komentu, cilë është kredibiliteti tina, nëse është i nivellit lartë, dush me ditë me njerë që ka gjosa që ti nuk e në regullë. Se komentan dikush se ka gjasa lajmë në për shamë jo me ronë është që privat, për fund. Ata në bëme gjykas, në bëme prokuror. Për shamë mund do që ta ko cushturia atje dikon një farem një nalt, edhe i komenton që ti nuk e në regull, ti në startë parve dëshme po që vetë profili tina nuk o në regull. Ban me kesh, që ti do me kesh. 300 komentus, 280 ti nuk i din kush janë. As ato vetë se di kush janë se s'kan as fotografijas, i pjesë të medina. Për shtaune kom kujdesi këshyri kush ka komentu, nëse ka kredibilitet. Me thonë drejten i ndërum edhe ka here, edhe kur e she që ka kredibilitet dikush, ose që ka komentu, nuk do thot që e thot allaj të vërtetit, sepse ka plot me poste, me diploma, me... Ja pak mendim me reflektu dhe ti se na nuk jena asë një pa gabushëm. Mund gabujmë edhe qëllimisht, po dhe aksidentalisht mëjna me gabu. Në ka njëri që s'ka me gabu, na të gjithë jena gabimtare, edhe kena me gabu gjatë gjithë kohës. Nuk më du me para gjiku, ta shone. Po jemi në sekundat e fundit, dua t'ju falenderoj shumë dhe në fakt me pëlqeu ajo që tha mes fjallësh edhe Elvana, jo gjithë shka që mendohet duhet të thuhet, thjesht definitivisht duhet ta mendojmë 3 herë dhe 1 herë të flasim në mënyrë që të kemi më pak paragjykime, sepse të paragjykuar do t'jemi gjithsesi, por jo dhe aq shumë. Me na me dëqysh për nëzirë s'mujmë. Definitivisht, po të ke fundit, Zoti i ka falë mend mrena, jo jashtë, me pa tjerë që a mendojmë, kështu që mirë është me i majtë mrena mendimet e jo me i qitë, jo të gjitha. Ajo që njerëzit e thojnë, vlenë ma shumë për ato që e thot, se sa për ato që e thot. Po, fjalla është më e rëndë, ma shumë për ato që është të shkru, se sa për ato që nëse bazohemi na si shqiptar gjak nëzet, është probleme majtë që ato në mrena që shpëthut e mendimin, por mësë me thonë. Duhet me punu pak. Duhet me punu. Unë e mendoj që në shkolla, edhe në familje, po në shkolla duhet pa tjetër me zhvillu mendimin kritik. Sepse mungon mendimi kritik, derisa mungon mendimi kritik edhe analizat cilat i bojnë, për atë arsye dhe bojnë agabimin Jo, dhe për ka ik gjoki, krejt sa ka me të pik gjoki. Personalisht më ka dojnë gjithmonë ma mirë nëse nuk jo mëngut me thonë diqka. Sepse e kom gjithmonë thuat, edhe i diçka të mesme me thonë ma mirë se me hirë. Kërkare, e që i dururi fiton. Mos harroni se dhe kërkim falja është hynore në këto raste. Që po ashtu shqiptarët kanë pak probleme, thonë, edhe marim si dopsi. Po në fakt, mendoj që njerëzit e fort kërkojnë falje, dhe njerëzit halamat fort faljen, edhe karshi para gjykimeve. Unë krejt para pak ditësh e tash me një intervjist tjetër që sot i arsyetoj edhe ata që më kanë para gjyku dikur, sepse nuk më kanë njoft. Shka thona dëm dëmaci, nuk është trema i që ngre gishtin e krimit, po trema është ai që shtrin dore në pajtimit. Të që... Po vishë më falje edhe një njeri nuk mund me të kërku falje 30 herë për të njëtin sen. Edhe kur kërkon falje nuk do të mi ergjit kredit. Se qëtjanisht se po më doket ka më detyru moderatorja me shkurtu pjesë matë mirat e emisionit me e prunë 30 minuta. Nëse doni mos me shkurtu, me qënëse emisionin nuk është majë, nalemi. Jo, kaq. Ju falenderoj shumë për mendimet e juaja, se cili me qënëse jetojmë në këtë vend kemi se qka të flasim, kemi përvoja të përditshme rreth paragjykimeve, të gjithë njerëzit paragjykon, por e mira asaj është që ne të mendohemi, ta filtrojmë mendimin 1-2-3 herë të paktën, jo ma shumë. Falenderit Elvana, falenderit Astrid, Zoti Skender, falenderit shumë, Rudi Knasi, profesor Shpejtim, falenderit shumë. Shikues dashur, vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit me një storje të përgatitur nga gazetarët tona dhe kthehemi në pjesën e tretë të emisionit Pse po, pse jo. Kam kënaqësinë që këto afër vetës kam Rezar Tanimanin, me të cilën do të ndajmë përvojën e saj, e cila ka vizituar